Dhe me thënë të vërtetën, momenti kur unë kam fillu me pa nga horoskopi është momenti kur jam transferu në Kosovë, sepse çdo njeri kur e takoja më thoshte çfarë shenje je. Dhe duke më thonë çfarë shenje je, unë i tregoja shenjën edhe më thoshte ti je kështu, ti je ashtu, ti je kështu, ti je ashtu. Ky është momenti i parë. Mendoj që të gjithë njerëzit në përgjithësi i kanë ato mungesën e vetbesimit, po duke u rritur, duke njoft potencialin tënd, qoftë fizik, qoftë mendor, ti e ke vetbesimin brenda. Nuk vjen vetbesimi se të tregon, unë nuk besoj në bestytni, jo maci Azez ma kaloj rrugën edhe, do me thonë, jam njëri në karakter shumë i fortë në parim, jo për me shit këto se me të kthy kundra, po mendoj që jam një njeri që e ka një vetë vlerësim shumë të lartë për veten. E kam pas gjithmonë, e ja kam njoft potencialin vetës. Mirë po, duke taku secilin e duke më thonë ti parë dhe karakteristika që nuk Një farë imponimi në Kosova. Po, një farë shumë imponim. Dhe me thonë, kur nuk kam besu në horoskop. Dhe mandej shkova deri aty që me pa si ka ndryqu nata në të cilën unë kam lindur. Për me tregu pak a shumë a ka qenë se për secilin, për shembull, unë e fëmijëve ja u kam bë atë fotografinë si ka qenë nata, yjet, si kanë qenë momentin që kanë lindur. Edhe vajza e madhe për shembull i ka pas shumë myje, shumë. Edhe e vogla ka pas shumë myje dhe thash, okay, do ta shoh edhe temën si e kam. A ka qenë po aq e ndryshuar. Po kjo nuk vjen për shkak të mungesës së vetbesimit, por ka të drejtë doktori që ta jep një shtys shumë të madhe horoskopi për të mbështetur. Për shembull, Virgoja prej shumë vitesh nuk ka qenë më të mirën e saj dhe thuhet që 2026 është viti i virgjëreshave.